Trajneri anglis Thomas Tuchel dha një vlerësim brutalisht të sinqert për paraqitjen e ekipit të tij pas fitores 2-0 kundër Shqipërisë në Wembley të prekte të mbrëmje dhe përmendi në veçantë dy lojtarë. Gjermani drejtoi ndeshjen e tij të parë në krye të Anglisë, pavarësisht se u emërua si trajner i 3 luajtëve në muajin tetor të vitit të kaluar. Ati nuk ju desh të priste i qatë për të parë skuadrën e tij të kalonte në epërsi kur në minutën e 20 mbrojtësi i Arsenalit Miles Lewis Kelly u ndal në një pasim të zgjuar nga Jude Bellingham përpara se adoleshenti të përfundonte me guxim për të bërë lojtarin më i ri që shënon në debutimin e tij me Anglinë në moshën 18 vjeç e 176 ditë. Skuadra vendase dyfishoi epërsi në minutën e 77 nëpërmjet kapitenit Harry Kane, i cili kontrolloi topin e harkuar të Declan Rice përpara se të dyfishonte rezultatin. Megjithatë, pavarësisht se ishte një fitore rutinë për skuadrën e Tuchel, jo të gjithë i lanë përshtypje trajnerit. Ne mund të bëjmë më mirë dhe duhet të bëjmë më mirë, deklaroi Tuchel. E nisë mirë ndeshjen dhe kishim 7 apo 8 minuta me posedim 100% të topit me shumë pasive dhe energji të lartë. Kundërshtari është i vështirë për të thyer pasi mbrohet në një blok të thellë. Ne europianët arritën të mos pësonin gola. Pjesa e dytë ndjeva se ishim shumë të ngadalë dhe në përgjithësi topi nuk ishte mjaftueshëm për të kaluar prapavjes së mbrojtësve. Më pas ishte trajneri i Chelsea u pyet për paraqitjet e Phil Foden dhe Marcus Rashford, të cilët luajtën si sulmues krahu në këtë ndeshje. Shpresojmë për më shumë ndikim në këto pozicione, më shumë driblime dhe vrapime më agresive të zonës. Në përgjithësi kjo mungonte, shanset vijnë nga këto vrapime pas vjes së mbrojtjes, shtoi trajneri 51 vjeçar. Mungoi pak nga kjo, ata nuk ishin aq vendimtar sa mund të ishin. Ne do të inkurajojmë Phil Fodenit të bëjë atë që bën më së miri, të shkojë drejt mbrojtësit kundërshtar dhe ta driblojë. Të dy anësorët tanë nuk ishin aq ndikues sa mund të jenë normalisht, siç janë normalisht të futbollit që luajnë me klubet e tyre. Nuk jam i sigurt pse ne po tua sjellin topin më shpejt, nuk jam i sigurt pse na mori kaq shumë kohë, shpjegoi Tuchel.